përshëndes për këtë bisedë që po bëjmë dhe jam faktikisht shumë i kënaqur që gjithnjë më shumë po trajtohen problemet e shëndetit në televizione. Edhe në këto pjesë të YouTube-it që merret, sikurse edhe ju kam ndjekur dhe ju përgëzoj për këtë vazhdim të iniciativës në dobi të njerëzve. Doktor, ne sot po shohim gjithnjë më shumë raste të sulmit në zemër që rriten. Çfarë po ndodh realisht? Në smundjet e zemrës, për cilën ne po flasim, se unë jam i prirur për gjithë smundjet, po jam specialist për smundjet e zemrës, janë zënë vendin e parë në smundshmërinë botërore. Dhe për shembull ka dhe statistika që së bashku me smundjet përveç zemrës, edhe smundjet që ndodhin nga ateroskleroza në tru, e kalojnë çdo lloj niveli dhe zënë vendin e parë. Jo vetëm për smundshmërinë, por dhe për nivelin e vdekshmërisë. Dhe kjo bëri pasaj që të studiohet shumë dhe të bëhen arritje të shkencës mjekësore dhe të gjithë shkencave të tjera të përparimit shumë të madh të zbulimit të smundjeve, metodat e zbulimit dhe të mjekimit të tyre. Po që ti zbulosh dhe ti mjekosh ato, duhet të di shkaqet. Kështu që shkaku kryesor i smundjes ose i sulmit në zemër që thatë juve, është ateroskleroza. Ateroskleroza është ajo që është më e përhapura dhe shkak direkt ateroskleroza nuk mund të thush që është ky shkaku direkt, siç janë viruset, si gripi ka virusin e vet, kurse ateroskleroza ka një sër faktorësh që ndikojnë negativisht në shfaqjen e saj. Dhe për këtë janë bërë studime, për shembull është një studim i përbotshëm që përmendet gjithmonë për shumë vitesh, dhe ka dhe studimi i Framinghamit. Framinghami që në Amerikë dhe që ka studiuar kontingjente të mëdha të smurësh me zemër, duke kërkuar çfarë faktorësh rreziku kanë ato. Dhe këto faktorë unë do dëshiroja që ti përmendnim në mënyrë që të krijojmë një ide se kush janë faktorët që shkaktojnë aterosklerozën, e cila pastaj bën dëmet e mëdha, bën sulmet në zemër apo në tru. Dhe kjo është e rëndësishme. Ndër faktorët që i kanë zbuluar ky studim botror, janë dy llojesh, faktor të pamodifikueshëm dhe faktor të modifikueshëm. Faktorët të pamodifikueshëm janë mosha. Kjo moshë është në përgjithësi, ateroskleroza vjen në moshat mbi 50 vjeç tek meshkujt dhe mbi 60 vjeç tek femrat. Dhe pjesë tjetër e pamodifikueshme është dhe gjinia. Gjinia që do të thotë meshkujt janë më të prekshëm se sa femrat, sepse deri në fazën e menopauzës, kur përfundon cikli, sepse mbrohet gjinia femrore, mbrohet nga estrogenët. Janë më të mbrojtura. Po që ndodh kjo? Kjo ndodh si element, por kjo shpjegon pastaj pse ne na ndodhin edhe infarkte dhe sulme në zemër tek gratë, tek femrat në moshën 9-40 vjeç, 9-50 vjeç. Pse? Atëherë kur ka çrregullime të ciklit, kur ka paksim të estrogenëve, të hormoneve femrore, ose kur ka ndërhyrje, për shembull, hiqet vezorja, mitra, për shkaqe smundshmërie, atëherë afrohet koha e shfaqjes së smundjes koronare tek femrat, pra nuk është më 60 vjeç, por afrohet edhe më poshtë. Dhe ato ku mund të barazohet me gjinin maskullore mbas moshës 70 vjeç. Këto janë faktorë të pamodifikueshëm, do të thonë që nuk ndikojmë dot as në moshë as në gjini, nuk ndikojmë dot. Dhe gjithashtu edhe pjesa genetike. Pjesa genetike do të thotë që predispozicioni familjar që mund të ndodhi, që është predispozicioni i njerëzve të një familje që kanë genetikisht faktor që rrisin yndyrnat ose kolesteronin në gjak,
ato mund të shfaqen më shpejt dhe ato dallohen që në moshën fëminore, që janë bërë eksperimente për shembull ose studime që marrin gjakun e fëmijës posa lindur dhe shikojnë yndyrnat e tij janë të rritura apo jo. Sepse sëmundja aterosklerotike nuk fillon kur të shfaqet. Ajo fillon që më herët atë kur është akoma e pamundur për të zbuluar. Dhe më vonë shfaqen shenjat klinike edhe që bëjnë të dukshme ose evidente sëmundjen koronare aterosklerotike. Pra edhe ky faktor genetik, po kjo s'do të thotë që patjetër është genetikisht e lidhur që një prind do të lini fëmijë, një prind me sëmundje zemre të lini fëmijë me sëmundje zemre aterosklerotike. Nuk është të thënë, po është e prirur dhe që duhet shtuar kujdesi për të zbuluar në kohë këto. Këto janë faktorët e pa modifikueshëm. Besoj është e kuptueshme, edhe për audicionin, për njerëz që dëgjojnë. Faktorët të tjerë pastaj të modifikueshëm që mund të rregullohen, por që ndikojnë shumë në shfaqjen e aterosklerozës, është rritja e yndyrnave. Rritja e yndyrnave në gjak, që pra dislipidemit ose hiperkolesterolemia, që bën atë faktor që mund të tregoj me një skem, si thush, të thjesht, në qoftë se ena e gjakut, siç është kjo ena e gjakut, këto që janë mulazhi i zemrës, këto të kuqet janë enët koronare, enët e zemrës. Dhe këto kanë në lumen, në hapësirën e tyre, kanë hapësirën ku kalon gjaku që furnizon vetë zemrën, muskulin e zemrës me gjak. Se ka nevojë edhe që hedh gjakun zemra, por që ka nevojë edhe të ushqet për vete. Atëherë në qoftë se ky është lumeni, hapësira normale, këtu më poshtë do shikoni që ka një depozitim të yndyrës, të kolesterolit. Dhe po të rritet yndyra në gjak, atëherë ekziston predispozicioni për të zhvendosur kjo yndyrë nga gjaku në intimën, në cipën e enës gjakut. Dhe në qoftë se kjo vazhdon, shiko se si ç'bëhet. Rritet akoma më shumë, dhe vjen një moment që mund të çajë këtu dhe të mbyllet. Dhe kjo ndodh duke shkaktuar atë që ne quajmë infarkt e miokardit ose sulmi në zemër që thoni ju. Pra rritja e yndyrnave në gjak është një nga faktorët e rrezikut të rëndësishëm në shfaqjen e sulmit në zemrës. Por të gjithë yndyrnat janë të tilla që mund të shkaktojnë? Jo të gjitha yndyrnat. Pra edhe këtë duhet që ta theksojmë. Yndyrnat më të dëmshme janë yndyrnat me origjinë shtazore. Për shembull, janë yndyrnat që vinë nga qumshi, supozojmë. Prandaj se ajo vjen qumshi, bëhet kosi, edhe produktet e djathi e me radhë, dhe ato kanë origjinë shtazore dhe ato kanë predispozicion ose rrezik më të madh për zhvillimin e aterosklerozës. Ndryshe nga yndyrnat bimore, për shembull vaj ullirit ose i diellit e me radhë, janë më pak, janë të dobishme. Prandaj ne kemi pas, ose kemi fatin, që jemi vend mesdhetar dhe ne përdorim yndyrna bimore më shumë, sepse kemi ullim më shumë, kemi dieta mesdhetare që është dietë më e pranueshme ose më e rekomandueshme për të mbajtur nivelin e kolesterolit në nivele të mira, jo të dëmshme. Por në qoftë se një smur shfaq problemet zemrës, atëherë një nga kryesorët do të ishte dhe kufizimi i yndyrnave shtazore, pra i yndyrnave që vinë nga produktet e qumshit, ose mishi me dhjam, mishi kuq, dhe mund të lejohen vajrat, ose dhe peshku që është, ose mishi i pulës, që është mishi i bardhë, që ka një sasi më të vogël yndyrnash të këqija. Se tek yndyrnat
ku themi ne kolesteroli, që bëjmë analizat, janë nivellet e kolesterolit, por nuk vajet vetëm nga nivelli i kolesterolit, vajet nga fraksionet e saj, se ka kolesterol të dëmshëm, që është LDL-ja, që quhet në analizë, dhe kolesterol që mbron, që është HDL-ja, që është kolesterol që mbron për të mos u zhvilluar ateroskleroza. Veç atyre janë dhe trigliceridet, që janë përsëri faktor të rëndësishëm në metabolizmin e yndyrnave. Ndaj, vëmendje kryesore është niveli i yndyrnave në gjak dhe mënyra të ushqyerit. Dhe këtej del pastaj edhe mënyra të ushqyerit që faktor tjetër rreziku, që është obeziteti, që fillojnë e njerëzit shëndoshin që fëmijë dhe marrin një peshë më të madhe dhe çrregullohet shumë metabolizmi i organizmit duke rritur sasinë e yndyrnave. Një faktor tjetër rreziku përveç obezitetit është edhe jeta sedentare, jeta pa aktivitet fizik, e cila shkakton mos konsumim të yndyrnave që qarkullojnë në gjak. Dhe ato bëjnë predispozicionin për të grumulluar ato në sistemin e vazave të gjakut, duke shkaktuar pllakat aterosklerotike që ju tregova pak më përpara. Pra kjo është në raport me yndyrnat, me aktivitetin fizik dhe me obezitetin. Po faktor tjetër, më falni se po e shpejtoj këtë, por faktor tjetër i rëndësishëm është dhe duhani. Përdorimi i duhanit është një faktor që është vënë në evidencë nga studimet që ju thash, është vënë në evidencë se është shumë i dëmshëm. Po për ta demonstruar këtë, unë kam një stem shumë të interesante, që është kjo këtu, që tregon zemrën që është e çpuar nga cigaria. Kjo është shumë si e kuptueshme, sepse duhani nëpërmjet nikotinës që krijon spazm dhe bioksidit karbonit që krijon një çvendosje të oksigjenit nga gjaku, krijon predispozicion për rritjen e atakeve, e krizave të sulmit të zemër. Dhe lufta kundër duhanit është luftuar, se besoj mund ta keni arritur të paktën me mua, se ju jeni moshëre, por përpara duhani ishte i kufizuar, po ama mund të pijesh edhe në avion, gjysma e avionit, ose në autobus, ose në tren, kishte vende që pijesh duhan, ose që s'pije duhan. Tashti janë të ndërprerja të gjitha këto. Po ashtu me ligj, po ashtu në për restorante, në për kinema, në për ambiente të mbyllura, atëre nuk ka takserat njeriu që s'pi duhan, të marri duhanin që pi tjetri, sepse nuk është vetëm që të pish duhan vetë, po duhani merret edhe nga ambienti, se është 30% ajo marrja nga pirja e duhanit pasive, si thosh, jo nga vetë pirja direkte e duhanit. Dhe kjo për fat të mirë për një kohë filloi të zbatohej edhe keni edhe me ligj, dhe ka shumë ambiente të klubeve apo edhe të restoranteve që edhe tek ne nuk pije duhan, apo në kinema, megjithse tashti ka ambiente që janë jashtë kafes, se ne që i përdorim shumë, që pije duhan, po ka filluar edhe të mos respektohet si duhet. Dhe që duhet të bërë patjetër një promovim, një kujtesë, sepse duhani është jashtëzakonisht i dëmshëm për shfaqjen e sëmundjeve të zemrës. Dhe është provuar që dëmi i duhanit është në raport të drejtë edhe me kohën e zgjatjes së pirjes së duhanit, edhe me sasinë e duhanit që pinë, e cigareve që pinë në ditë. Dhe është po ashtu e sigurt dhe e vërtetuar që lënia e duhanit mas 1-2 vjetësh kthen e përmirëson situatën e organizmit, e bën më të mbrojtur. Prandaj
sa më shpejt të lihet duhani, aq më mirë është. Mua më vjen keq se kanë filluar të pinë edhe vajzat shumë duhan. E kanë si për qef, si për moda, nuk e di, dhe më mërzit se faktikisht unë kam pirë vetë duhan kohë për para, po e kam ndërprer prej 50 vjetësh nuk përdor në asnjë ambient ku unë punoj apo jetoj që të pije duhan. Është faktor jashtëzakonisht i dëmshëm. Faktor tjetër i dëmshëm në shfaqjen ja u përmend këto sepse ju thash ateroskleroza nuk ka vetëm një faktor, janë disa që duhen luftuar. Faktor është prania e hipertensionit arterial. Njerëz që kanë hipertension arterial janë më të predispozuar për të shfaqur aterosklerozën sepse për shkak të tensionit të gjakut dëmtohet ajo intima që i themi ne, cipa e brendshme e enës gjakut dhe ajo e bën më të depërtueshme kur dëmtohet nga presioni i rritur i gjakut, kur e bën më të depërtueshme kolesterolin, atë kolesterolin e keq, duke shfaqur pllakën aterosklerotike. Përveç hipertensionit, i dëmshëm shumë është diabeti. Diabeti i cili ka filluar të rritet në mënyrë shumë të dukshme. Në fillimet e punës time në reanimacion, ka pasur për shembull 10 të smurë me infarkt, nga ato ishin 2 me diabet, 8 pa diabet, kurse sot mund të jetë gjysmë për gjysmë, në mos për shumë. Pra ka një rritje të shfaqjes diabetit dhe është përpjekur edhe ambienti mjekësor në gjithë botën, po dhe këtu ke ne, që të bëhet promovimi i luftës kundër diabetit, i cili bëhet jo vetëm me regjimin ushqimor, po bëhet edhe nëpërmjet lëvizjes, nëpërmjet aktivitetit fizik, nëpërmjet depistimeve, zbulimit të njerëzve të predispozuar për diabet. Pra, edhe diabeti është një faktor i rëndësishëm rreziku për sëmundjen koronare, aterosklerotike. Faktor tjetër është stresi. Njerëzit që kanë stres janë më të predispozuar për zhvillu atakun e zemrës apo sulmin në zemër. Në momentet e acarimeve, e nevojllëqeve, e stresit të përgjithshëm, atëre bëhet rritja e katekolaminave, i themi në gjuhën mjekësore, dhe mundet të bëhet ajo, si thush, shkrepja e në një organizëm të predispozuar për aterosklerozë, të bëhet shkrepja e pushkës, që të shfaqet kriza e zemrës. Mbas një zënje, ose ushqyerje të tepërt, mund të shfaqet, mund të bëhet shkak për shfaqjen e krizës apo sulmit në zemër. Është stresi, është një faktor shumë i rëndësishëm për të shmangur. Atëre kur ka mundësi për të shmangur, pa pasione të mëdha, pa zënje si që ndodh rëndom në jetën e përditshme. Dhe këto, po të kien parasysh këto, atëre do të ne duke luftuar këto, luftojmë edhe faktorët që çojnë në aterosklerozë. Po ashtu jeta sedentare. Jeta pa aktivitet fizik është e predispozuar sepse rrit peshën, nuk metabolizon yndyrnat në gjak dhe duke mos u marrë me aktivitet sportiv që rekomandohet të merret, po aktivitet sportiv nuk është vetëm të shkosh në palestër, po është edhe nëpërmjet gjërave më të thjeshta, hecjes për shembull. Siç mund thuhet që përdorim hecja 10.000 hapa në ditë është ose tresë rekore 1 orë në ditë, hecje të thjesht ose dhe me një vrap të lehtë mund të jetë i dobishëm për shëndetin. Një pyetje që bëhet random është, po alkooli ndikon negativisht, alkooli i tepërt ndikon patjetër negativisht. Është thënë që mundet të përdoren sasi të vogla alkooli, por shumë të vogla. Për shembull, mund të jetë e pranueshme një gotë birë, ose një gotë verë, ose një gjysmë teke raki
në alkooli fort, por jo më shumë. Dhe te gratë akoma më pak, sepse janë më të prekshme nga këto ndikime të përdorimit të alkoolit. Këto janë pak a shumë ato faktorët e rrezikut të sulmit në zemër, dhe unë do kisha kujtuar atë që ne po e hasim gjithnjë edhe më shpesh, çfaqjen e sulmit në zemër në moshat e reja. Dy janë karakteristikat e smundjes aterosklerotike aktualisht. E para është që ka marrë karakterin e një pandemie. Pandemi, themi, një çfaqje epidemi, jo në një vend vetëm, por në gjithë botën. Pra në gjithë botën ka rritje të aterosklerozës, të këtyre smundjeve të zemrës. Kjo është tendenca e dekadave të fundit. Dhe në këtë tendencë hymë edhe ne. Edhe ne kemi shumë njerëz me smundje të tilla të zemrës. Se smundjet e zemrës janë disa llojesh. Po flasim tash vetëm për aterosklerozën. Kjo është e para, dhe e dyta është çfaqja gjithnjë më shpejsh e sulmeve në zemër ose e infarkteve në mosha më të reja. Në mosha të reja, në mosha 30, 40 vjeç, edhe më pak se sa ato. Edhe ne i kemi jetuar dhe i dëgjuar edhe kohët e fundit, që mos përmendim me emra tash, në çfaqjet e infarkteve në mosha të reja. Unë një infarkt në moshë të re, mbaj mend si tani 30-40 vjet përpara, një student i inxhinierisë nga Gjirokastra që erdhi me infarkt në zemër. Ishte 26 vjeç. 26 vjeç, një moshë e re fare. Dhe bëri një komplikacion madhor që shqyr që ishte në reanimacionin ton, dhe me goditje elektrike ai u rikthye në jetë. Faktikisht, me zhvillimet e reja, mosha mesatare është rritur. Është rritur në raport me të kaluarën. Sepse nëse më përpara theshim një 60 vjeçar është i moshuar, tash ka 70-80 vjeçar që janë në gjendje aktive pune. Kjo është si rezultat edhe i arritjeve të mëdha të mjekësisë. Dhe vërtet që zbulohen më shumë, sepse vetë kjo sëmundje dhe dëmet që shkaktoi ajo është evidente, është e qartë, por kjo u bë problem në të gjithë botën, dhe deri në vitet 60, 1960, për infarktin miokardit shkruhesh në sëmundjet e brendshme, në traktatet e sëmundjeve të brendshme, në ato që shkruheshin me një faqe, dy faqe. Edhe thuhesh që është një sëmundje që mbyllet ena e gjakut dhe nekrotizohet muskuli i zemrës. Ndodh kjo. Por me kalimin e kohës, kur u pa që kjo krijonte probleme aq shumë vdekshmërie, atëherë filluan të mendojnë si duhet ta luftojmë atë. Dhe përveç këtyre studimeve që tham të faktorëve të rrezikut dhe luftës kundër tyre, u arritën suksese të mëdha edhe në zbulimin dhe mjekimin e smundjeve të tilla. Për shembull, u krijuan reanimacione në vitet 60, u krijuan reanimacione kardiovaskulare, siç i bëmë dhe ne në 76-ën, të cilat monitorizojnë të smurët, i lidhin dhe shikojnë parametrat jetik, dhe këto bëjnë që duke vepruar mbi to, duke zbuluar aritmit, u zbuluan edhe mënyrat e goditjes elektrike, që shkarkon korrent në zemër dhe shpëton nga një vdekje që nuk e justifikon gjendja e zemrës. Se zemra kur shpëton nga ky komplikacion i menjëhershëm, mund të shkojë kohë gjatë. Dhe e rasti që ju thashun juve, unë e kam takuar dhe mas 40 vjetësh. Duke bërë jetë normale. Sepse duhet të
praktikohen ose të aplikohen sukseset që janë arritur. Pra u bë krijimi i qendrave të reanimacionit, u zbulua koronarografia që e keni dëgjuar, vizatimi i rjetës i endëve të gjakut të koronareve dhe shikon nëse ato janë të pangushtura apo janë të ngushtuara. Dhe më vonë, mas viteve 70, kur gjenin ngushtime të tyre, fillonin dhe të zgjeroheshin me ballon, ose duke vendosur stende, ato unazet që i thonë, ose operacionet e bypasseve, që fillonin mas vitet 68. Dhe kjo ishte një sukses i jashtëzakonshëm për rritjen e jetëgjatësisë. Por janë bërë përparime të jashtëzakonshme, jo vetëm në diagnostikim dhe në këto ndërhyrjet, por edhe në përdorimin ose në zbulimin e medikamenteve e ilaçeve të cilat luftojnë yndyrnat, luftojnë aritmit, luftojnë stresin, me radhë luftojnë hipertensionin, luftojnë diabetin, që janë faktor rreziku. Dhe këto përparime kanë bërë që jeta mesatare e njerëzve të shkojë drejt rritjes së saj, jo më si më përpara. Por kjo nuk ka penguar që mosha më të reja të preken nga sëmundja. Po pse preken? Sepse ne jemi të prirur që të mos mbajmë rregullit si duhet. Për shembull, brezi i ri, fëmijët të vegjël e me radhë duan të hanë fast food, duan të ushqen keq, të ushqen në mënyrë jo të shëndetshme. Dhe ato natyrisht predispozojnë për zhvillimin e aterosklerozës. Pra, në qoftë se ne nuk duhet habitemi pse në ndodh një sëmundje në mosha më të reja, sepse fëmijët nuk respektojnë ushqyerjen e shëndetshme. Luftojnë mbas fast foodeve, ose mbas ushqimeve që kanë karbohidrate, që kanë sheqerna shumë, ëmbëlsirat. Dhe plus kësaj, mungesa e aktivitetit fizik janë bërë gjithnjë më shumë dembela dhe tashi edhe më të rritur makinës, bicikletës edhe me radhë shkon në punë të rëndomta fare. Tek ushqyerja tek fëmijët dhe përveç ushqyerjes jo të mirë që me gjithë përpjekjet e prindërve, po prindërit janë gjithmonë delikat edhe gjithmonë do t'ja plotësojnë dëshirën, dhe është dhe jeta sedentare, gjithnjë më shumë tek fëmijët dhe mungesa e aktivitetit sportiv, që nuk është për të gjithë, por natyrisht që është prirja. Prirja dhe kjo prirje bën që rreziku të çfaqet dhe në mosha më të vogla. Por ka rëndësi edhe mënyra edhe lloji ushqimit. Për shembull, unë ju thash juve për yndyrnat pak më përpara. Yndyrnat të plota, siç ka qumshi, djathje me radhë, ka edhe industria sot ushqimore, i ka të seleksionuara, i ka të shkruara që kjo është inter, është e plot, kjo është me kaq përqind yndyrë, sidomos me yndyrna, po dhe me karbohidrate, derisa shkon dhe 0%. Në mënyrë që të predispozojmë njerëzit të marrin sa më pak ushqime që bëjnë dëm. Ushqime me yndyrna shtazore që janë të dëmshme. Por kjo dieta më e rëndësishme është dieta mezetare, që ka jo yndyrna të tilla, ka yndyrna të vajrave, por gjithashtu edhe përdorimi i jeshillëqeve, i zarzavateve, jo i brumrave, jo i ushqime me shumë kalorash. Zarzavatet, çdo lloj zarzavati do jetë i rekomandueshëm, që se duhet ai për të mbushur edhe volumin e stomakut, që të hiki ndjenja e urisë. Por gjithsesi do e çik vullnet. Dhe plus kësaj, kjo duhet shoqëruar përveç ushqyerjes, duhet shoqëruar edhe me aktivitetin e lëvizjes. Duhet të lëvizi 1 orë në ditë, për shembull, një njeri jo më me makinë, që të shkojë të majë ke furi bukës
nxjerrë makinën të shkoj të marr bukë. Por të hesim këmbë, sepse është një 10.000 hapa. 10.000 hapa. 10.000 hapa janë me këto celularët tash, po s'do të thotë njerë 8.000, njerë 11.000, njerë, po të paktën 3 çerek deri 1 orë në ditë ecje të rregullt të përditshme, që në mënyrë që ajo të aktivizohet trupi dhe të konsumojë edhe kalorazhin e tepërt që mund ta marrë eventualisht edhe nëpërmjet ushqimit. Këto janë rekomandimet. Duhet kujdes përdorimi kripës. Kripa e tepërt predispozon për hipertension. Dhe hipertensioni thamë që është një nga faktorët e rrezikut për aterosklerozën. Pra janë të gjithë këto faktorë. E rëndësishme është, sikurse juve edhe përmendet kur erdhët, është fakti që a duhet të kontrollohet një person që si është gjendja e tij. Unë e vlerësoj shumë atë që quhet check-up, që është në moshën mbi 40 vjeç për shembull, ka prirje më shumë për smundje. Po në check-up bëhet analiza e sheqerit për diabetin, bëhen analizat për yndyrnat, bëhen analizat për provat e mërcisë, të veshkave e me radhë. Pra ne orientohemi me parametrat kryesor të organizmit. Dhe kur ato janë të çrregulluara, marrim masa qoftë me dietën, qoftë me medikamentet dhe qoftë ato të nevojshme. Pra kontrolli me check-up që është kontroll i zakonshëm. I rëndësishëm është roli i mjekut familjes, i cili ka në vartësi ose ka në evidencë gjithë personat e familjes edhe historikun e smundjes tyre. Që është një gjë me shumë vlerë për të zbuluar në kohë çrregullimet. Se jo gjithmonë vemi në kohën kur duhet të dimë si e kemi shëndetin. Ka pak njerëz që janë të kujdesur në mënyrë të tillë. Ne vemi atëherë kur na shtrëngon në një gjë, kur na shfaqen shqetësimet që janë pak vonë. Këtu po flasim për parandalimin, duke zbuluar edhe domthonë gjërat që predispozojnë për smundjen e zemrës. Dhe këtu del edhe problemi i ChatGPT-s që ju përmendën në fillim kur erdhët, sepse inteligjenca artificiale sot ka filluar të marrë një përhapje të madhe, por ka çdo e mirë ka dhe një të keqe me vete. Sepse tashti çdo njeri që ka një celular në dorë bën një pyetje për shëndetin dhe merr me ChatGPT-n përgjigjen. Po nuk është ashtu, sepse çdo organizëm ka specifikën e vet. Nuk ti mundet të orientohesh shumë duke i dhënë parametrat. Po parametrat do t'i kesh të përcaktuara, për shembull laboratorin, një EKG, një matjen e peshës, matjen e cirkumferencës së barkut, për të parë ka sindrom metabolik, ka mbi peshë apo jo, dhe duke i dhënë ChatGPT-s, duke i dhënë këto tregues të analizave dhe të ekzaminimit klinik, ti mund t'i bësh pyetje dhe ai të orientojë. Po ai nuk mund të decizojë, të zvendësojë mjekun. Është gabim. Për mendimin tim është gabim. Nuk mundet të zvendësoj gjykimin mjekësor që mund të bëj unë që kam 60 vjetë që punoj me smur, duke pasur një përvojë të madhe dhe duke përfituar dhe nga arritet e mëdha të shkencës mjekësore, se nuk është shkencë mjekësore vetëm stetoskopi, po janë gjithë ato ekzaminimet që i kemi dëgjuar me eko, me radiografit, me skaneret, me rezonancë magnetike, me analizat laboratorike të thelluara, e duke i kombinuar këto, duke përballur edhe me ekzaminimin klinik të smurit, ti mund të jesh më objektiv në vlerësimin e tij. Prandaj duhet përdorur për të orientuar, por aman nuk duhet menduar se ajo ky është mendimi im, mund mos jem i sakt, por sepse është dhe punë brezash, por unë i besoj duke e marrë si ndihmës, jo si decisiv
të dhënat e ChatGPT-s për të vendosur diagnozën ose dhe mënyrën e mjekimit. Ka hyrë inteligjenca artificiale në mjekimet për zemër? Aparaturat mund të them tash që ne jemi në fillimet. Ne duke e krahasuar me kur kanë filluar unë punën, ka një revolucion në pajisjet mjekësore, në qendër hospitalore ku kam punuar unë, në reanimacion, në ekzaminimet, në koronografi, në hemodinamik, në tjera, që janë përparimet e shkencës, të cilat e kanë shfrytzuar edhe ChatGPT-n në përparimet e tyre. Domthonë, aktualisht bëhen ekzamime të tilla që të japin në dorë saktësisht diagnozën dhe mënyrën e mjekimit, e cila gjithnjë më shumë përparon. Dhe ka rezultate spektakolare. Ndaj është rritur dhe ajo mosha mesatare që thashun, sepse e kap të kohë dhe mjekon me eficiencë, me efektivitet, mjekon edhe dëmin që të ka shkaktuar mënyra e jetesës dhe mënyra e faktorëve të rrezikut që ne kemi. Doktor, po për sa i përket sinjaleve që jep zemra para një sulmi zemre, ta dallojë një shtrëngim për shembull muskulor, ndoshta nga një shtrëngim zemre. Kjo është pyetje që i bëhet me të drejtë, por ka mjeku mund të orientoj pyetjet për shembull. Për shembull, unë po ta bëj një gjë konkrete, i thosh, ka një dhimbje gjoksi, që është shenja e parë e një sulmi në zemër, dhimbje gjoksi. Në qoftë se dhimbja e gjoksit, duke pyetur, thotë që është shfaqur në sforcime sipër, atëherë kur çrregullohet nevoja për oksigjen e zemrës nga mundësia që ka koronarja për ta furnizuar me gjak, atëherë shfaqja e kësaj dhimbje në sforcime sipër është një shenjë që duhet të na bëjë të mendojmë se mund të ekzistojë një ngushtim i enës gjakut, një pararendës të sulmit në zemër. Atëherë çfarë bëjmë ne? Ne bëjmë që i themi të smurit që bëj provën e biçikletës, bëj provën ushtrimore, dhe ajo do të zbulojë ndryshimet në ekokardiogram në kohën e sforcimit. Për shembull, unë e pyes të smurin, ty të shtohet dhimbja për shembull e gjoksit kur merr frymë thellë? Për shembull, një pyetje. Kjo është një pyetje që i bëhet në vizitë sipër. Në qoftë se ai thotë po, ndikohet, më shtohet dhimbja, unë qetësohem. Unë si mjek qetësohem, sepse dhimbja brenda zemrës, nga koronar, nga sulmi i zemrës, nuk ndikohet nga frymëmarrja. Kurse dhimbja nga muskuli i gjoksit, apo dhimbja nga pleura, nga cipat e muskujve apo e perikardit, ato ndikohen nga frymëmarrja, nga lëvizja, nga fërkimi i fletëve, dhe ajo është dhimbje, po është dhimbje me një kuptishmëri ose signifikancë jo të rrezikshme. Nuk bëhem merak për të. Ajo kalon me një paracetamol, kurse dhimbja e zemrës që është ajo që thamë përpara, ajo do mjekime të tjera dhe do shtrim në spital. Pra, edhe nëpërmjet pyetjes, ti mund të orientohesh se çfarë natyre ka dhimbja dhe nuk është ajo e mjaftueshme me pyetje. Pastaj, kur ke dyshime, e fut në ekzaminime, e fut në provën e biçikletës, bën ekografin, bën koronarografin, bën shumë ekzaminime të tjera. Për shembull, dhimbje barku. Dhimbjet e barkut nuk janë dhimbje vetëm që vinë nga trazirat e stomakut, por mund të jenë edhe dhimbje që vinë nga zemra, kurse pjesa e zemrës, pjesa që rri mbi diafragëm, është pjesa e poshtme e zemrës, ajo mundet të ketë dëmtim të koronares së djathtë, e cila përhapet me dhimbje në pjesën e barkut. Dhe duket sikur ke drama abdominale dhe shkon në kirurgji, në të vërtetë mund të jetë smundje zemre, e cila ajo që mund të jetë shkaku i kësaj dhimbje. Pra, është në dorë të mjekut dhe kualitetit të tij, edhe përvojës të tij që të orientojë
drejt vlerësimit të shqetësimit dhe drejt mundësive që ka për zbulimin. Në qoftë se ke aritmi, për shembull, sot nuk është vetëm elektrokardiograma, se elektrokardiograma zbulon aritmin për 1-2 minuta sa bëhet ajo, por në qoftë se ne kemi dyshime se ka aritmi, rajet e çrregulla të zemrës, atëherë ne i themi të bëj Holterin, regjistrimin 24 orësh të rajeve të zemrës, ose edhe më shumë, 48 orë, vendosen pllakat elektrod dhe një si celular i vogël e mban dhe bën aktivitetin normal. Ai pastaj regjistrohet gjithë aktiviteti i rajeve të zemrës dhe shikohet në kompjuter të nesërmen ka aritmi apo s'ka aritmi. Dhe nëse ka, çfarë lloji është. Kështu që kam disa metoda ekzaminimi suplementare për të vendosur diagnozën dhe për të bërë vlerësimin e drejtë të saktë të shqetësimit që ka pacienti. Nga eksperjenca juaj, doktor, kujdesen shqiptarët për zemrën e tyre? Kanë filluar gjithnjë më shumë që po. Kanë filluar gjithnjë më shumë. Se duke dëgjuar, duke nëpërmjet mediave, se janë hapur pjesë, domosht ka bërë një si për mirë dhe për keq kjo shpërndarja e informacionit. Se nganjëherë kur shpërndahet një informacion i gabuar, krijon panik edhe nuk është i besueshëm. Por ama duke dëgjuar që kështu psoj, futbollisti që tjetri, ai bëri arrest kardiak dhe e shpëtuan shokët në mes të fushës. Erikseni që i ndodhi vdekja në fushë, po i bën goditje elektrike dhe e shpëtuan. Dhe ai rifilloi prapë futbollin. Por sot janë përparuar në vendet të përparuara që ndihma e parë i vjen me shkarkus elektrik me defibrilator edhe në rrugë sipër, në stacionet e autobusit ka defibrilator apo në për trena. Është bërë një organizim shumë i mirë i urgjencës, për shumë spitalore, jashtë spitalore në ambulanca, dhe ambulancat ka filluar gjithnjë më shumë të jenë të pajisura, jo vetëm me mjek specialist të urgjencës, por vend brenda një kohë të shkurtër dhe kanë me vete edhe aparaturën ndihmëse, përveç injeksioneve, monitorëve, ka edhe defibrilator. Dhe kështu që ndihma fillon jo kur vete në spital, po fillon që kur vete mjeku tek pacienti në ambientin e shtëpisë. Ka filluar të jetë e përmirësuar mjaft. Çdo fëmijë, ose jo vetëm çdo fëmijë, po edhe i rritur që merret me aktivitet sportiv, duhet të bëjë një check-up, si thosh, një ekzaminim paraprak, në mënyrë që të vlerësohen parametrat e tij jetik, tensioni, zhurmat në zemër, analizat e gjakut, në mënyrë që ai të jetë i pastër, si thosh, nga smundje. Ka smundje që janë smundet lindura që nuk kanë shenja klinike, por ato po ti ekzaminosh, i zbulon. I zbulon dhe nuk e lejon, siç ndodh edhe kur shkon përpara në shpërblim ushtarak, do bëjnë kontrollin. Po ashtu, aq më tepër tash tek akademitë e fëmijëve që shkojnë në për ambiente sportive, ata siguro, sikurse edhe sportistët, kanë një ekzaminim paraprak vlerësues të gjendjes së tyre fizike të gjithë organizmit. Ndërkohë për popullatën e thjeshtë, sa të shpeshta duhet të jenë vizitat? Check-upi thash që fillon në ashtu, një herë në vit njeriu duhet të kontrollojë. Një herë në vit. Dhe natyrisht kur ka një shqetësim, prandaj janë të vlefshme bisedat edhe televizive dhe këto që po bëjmë të tash, sepse si thosh sensibilizojnë njerëzit që mund të kenë një pyetje edhe ku të drejtohen, si të drejtohen në raport me shëndetin e tyre. Pjesa më e rëndësishme është, si thosh, kujdesi për të bërë një jetë të shëndetshme, e cila përfshin mënyrën e jetesës, mënyrën e aktivitetit fizik, marrjen me sport, mënyrën e ushqyerjes, që me ushqime gjithnjë e më pak të dëmshme, jo me ushqime me tepri,
për ndalimi totalisht i duhanit, kufizimin në maksimumi i alkoolit, i këtyre faktorëve të rrezikut, pra të bëj një jetë shëndetshme duke alternuar aktivitetin e punës me aktivitetin rekreativ, fizik, sportiv, në mënyrë që të bëj një jetë shëndetshme. Unë, për shembull, një arritje në kujdesin tim për shëndetin është lënia e duhanit, numër 1. Dhe kam pirë shumë duhan, kam pirë duhan në punë e sipër, në aktivitetin punës, por e kam lënë duhanin sepse e pash që më dëmtonte jo vetëm mushkrit, por edhe pjesët e tjera në zemër, dhe 50 vjetë të tëra unë nuk e kam futur në gojë, si u thashë në fillim, jo vetëm që nuk kam pirë vetë duhan, por nuk kam lejuar asë njeri që të pirë duhan në ambientet ku unë jetoj dhe punoj. Kjo është një sukses. Nuk kam përpara në mosh më të re, merresha me sport në mënyrë të rregullt fare. Dhe një kohë gjatë kam lëvizur me biçikletë. Domthonë aktivitet fizik tash me kalimin e moshës ai është i reduktuar, mundohem, po jo gjithmonë, që të bëj ecje të rregullta sikurse. Pra ato rekomandime që ju thash juve, jam munduar t'i zbatoj edhe vetë. Peshën nuk e kam realizuar siç duhet. Kam mbi peshë, po nuk është e kollajt shumë. Megjithse përpiqem, domethënë. Dhe kjo është e përmbledhura duke u munduar që të jesh edhe i qetë dhe të jesh në punë e sipër, që të mos përtosh të ngrihesh, të mos përtosh të dalësh nga shtëpia, të dalësh që të jesh i dobishëm edhe për të tjerët, po edhe për shëndetin tënd. Zoti Vendili, të falenderoj shumë për këtë. Kënaqësi ime.